të Lëvizjes Socialiste për Integrim është një proces. Deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Përparim Spahiu rrezikon përjashtimin nga grupi parlamentar i LSI-s pas paralajmërimit të tij se nuk do të votojë reformën në drejtësi, në rast se në procesin e vlerësimit të gjyqtarëve kanë rol direkt ndërkombëtarët. Burimet të LSI-s i thanë Ora News se ky është një qëndrim i tij personal dhe se LSI distancohet nga këto deklarata. Të njëjtat burime thanë se javën e ardhshme do të ketë një mbledhje të grupit parlamentar që mund të çojë në përjashtim të deputetit nga ekipi kuvendor i LSI-s. Një ditë më parë nëpërmjet një reagimi në Twitter, Spahiu u shpreh kundër procesit të vetingut të drejtuar nga të huajt. E kuptoj dhe jam dakord që sovranitetin e vendit tonë të përbashkët duhet ta ndajmë me NATO, me KE, shpresoj dhe me BE, por nuk jam gati të votoj ndarjen e sovranitetit me operacionin ndërkombëtar të monitorimit. Çfarë përfaqësojnë këta? Është pikpyetja që ngre në Twitter Përparim Spahiu. Fjala është për atë që në draftin e reformës në drejtësi cilësohet si operacioni ndërkombëtar i monitorimit, që parashikon përfshirjen e partnerëve në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe bashkëpunimit euroatlantik dhe udhëhiqet nga Komisioni Evropian. Operacioni nënkupton ekspert të huaj që do të vinë në Shqipëri për të mbikëqyrur procesin e vlerësimit të gjyqtarëve dhe rikompozimin e institucioneve të reja të gjyqësorit në vend. Por Spahiu duket se nuk është i vetmi ndër radhët e shumicës që e mendon kësaj këtë parashikim në draftin e ndryshimeve kushtetuese. Këto e konfirmoi në studio në Ora News deputeti tjetër i LSI-s, Gjovalin Kadeli. Ai është një mendim personal i zotit Spahiu, por nuk është mendim i drejtë. Është një mendim të cilin e kanë shumë. E mbështesni edhe ju? Jo vetëm Lëvizja Socialiste, por edhe Partia Socialiste, pavarësisht se nuk e kanë shprehur për shumë arsye të ndryshme. Gjithsesi kjo ngelet për të diskutuar, ashtu siç ju thash, në grup, sepse këto janë mendime të shputa individuale. Në grup do të diskutohet se si do veprohet për votimin, ku jam i bindur se kjo është një ngjarje që do ka përcjellët, nuk është shumë e rëndësishme se kush do ta ketë vetingut, drejtën e vetingut. Edhe ta kenë ndërkombëtarët, fundja nuk ka ndonjë gjë të keqe. Nëse një përkliq nuk i intereson zonës time elektorale ose godet të rrethore zonën time elektorale, unë kam të drejtën time ta kundërshtoj se ta abstenoj. Nuk më detyron subjektin politik të bëj të kundërtën e dëshirës së votuesve të mi për cilët janë votuar. Kështu që dhe shpreha dhe qëndrimi i zotit Rama në rastin konkret apo i zotit Spahiu apo i gjithë deputetëve të Lëvizjes është në koherencë të plot me rolin e individit politik, pra individi si deputet, por njëkohësisht dhe me rolin e mazhorancës. Ne kemi abstenuar, kundërshtuar, debatuar, por në fund në kohën kur është parë domosdoshme votimi, ne jemi detyruar të votojmë. Kundër operacionit ndërkombëtar të monitorimit u shpreha në seancë ditën e njëjtë edhe ish kryeministri Sali Berisha dhe ish kryetaria e Kuvendit Jozefina Topalli.